Unë quhem Dardan Bushati, vi nga Tropoja, por banoj në Tiranë. Kam në protestë që ditën e parë. Jam shumë i kënaqur me pjesëmarrjen e njerëzve, më në fund shqiptarët u zgjuan dhe kuptuan që jetojmë në një gënjeshtër të madhe. Unë kam qenë në emigrim 8 vite në Itali, në Perugia. Por gjithmonë, në thënë drejtën, personalisht më merrte shumë malli edhe nuk arrija dot të rria një ditë rehat, si më thanë, dhe ishte një lloj persekutimi shpirti, si thua. Por jam kthyer dhe jam munduar të organizohem, të lidhem me më shumë të rinj, edhe të rinjt janë zgjuar, kanë parë dhe Evropën tani dhe dallojnë që ka diçka që s'shkon. Ka shumë varfëri dhe pa drejtësi, domethënë njerëzit nuk gjejnë drejtësi edhe me tokat, po vidhet ujë pishën, po vidhen lumenj, po cenohet natyra, po ju falet toka, po ju shitet të huajve që nuk i njohim se kush janë, edhe policat nuk i njohim se kush janë. Duhet i njohim, duhet të jenë njerëz tanë. Vinë ca policë, dallohen si mercenarë, dallohen si janë njerëz pa shpirt, domethënë edhe shumë katila, pasi nuk është e lehtë në Shqipëri sot të bësh 40 vjeç. Kam humbur gati 8-9 shok, jo nga aksidentet rrugë të këqija, jo nga depresioni, jo dikujt i kishte marrë përmbarimi përsëri shtëpinë pasi kishin paguar gjysmën me kredi, stresi domethënë dhe vujtje deri në atë pikë nuk e përvallojnë dot. Duhet patjetër edhe të mbështetemi te Zoti në këtë rast, sepse Zoti na e forcë, na e fuqi. Tani jemi çik më të gëzuar sepse kemi marrë vesh që po krijohet një grup pune i cili do krijojë një kuvend të jashtëzakonshëm kombëtar të përbërë nga qytetar nga ai ka shoqërisë, le të themi, dhe besoj se duke marrë gjithë këtë shtresë të gjerë intelektualesh nga gjitha fushat, nga diaspora, shkencëtar etj, besoj se do arrim bëjmë një diçka shumë bukur për Shqipërinë që më në fund ta veshim, domethënë se është si një nanë e çveshur që duhet ta veshim, ta kurojmë, ta kthejmë edhe një herë tek froni i saj I lartë. So I was wondering, because I saw you with the American flag, what is the message you want to send? I love America. America has done so much for our country. I want the help of America in this case, because this is the most powerful mafia of the world. But people will win because people have the right of the God, of the nature, to fight for their freedom. Then Albanians are people of freedom. They are eagles. God bless America and God bless Albania.